Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Për të më suportuar të bëj video sa më të bukura, të bëni nëse se dëshironi një thank you dhe një zemër të vogël poshtë videos. E tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë do të vi së shpejti në jetën tuaj? Diçka e re. Pra, çfarë do të vi së shpejti në jetën tuaj? Diçka e re në jetën tuaj. Lajme të bukura dhe të lumtura dashurie. Mbas një manipulimi, mbas problemeve që keni pasur, ju do të vini në qendër të pastër këto lajme dhe mesazhe lumturie, sepse ju jeni një person shumë paqësor. Dhe jeni të fokusuar pak tek pjesa e bollokut, tek pjesa e monedhave. Një lajm i ri, diçka e re, do të vi në duart tuaja shumë shpejt. Ky është një lajm bolloku. Në këtë radhë hapet kjo dritare dhe ju vini në dorë ky lajm fantastik, sepse ju jeni perëndesha e bukurisë. Me këtë dritë universi në këtë radhë të mrekullueshëm, ju do të merrni një lajm shumë të mirë, një diçka të re që do të ndryshojë jetën tuaj, sepse ju keni rrotën e fatit, e cila tregon një transformim që do bëhet në jetën tuaj. Diçka e re do të vi në jetën tuaj. Në prërin tuaj do të keni këtë bollok, këtë kup të argjend të mbushur plot me bollok financiar dhe me shpirtëror, me bollok shpirtëror, sepse ju jeni një person shumë pastër nga ana shpirtërore. Keni kaluar momente jo të mira që i përkasin të shkuarës me një mashkull, por ky mashkull ka bërë një ndryshim drastik në jetën e tij. Ky vjen me këtë kal drejt jush për t'ju shprehur dashurinë e tij. Pra, ky princ me këtë monedh vjen t'ju shpreh juve, yllit të tij polar, ndjenjat e tij të forta, emocionet e tij që ka për ju. Pra, ju do t'ju ndryshoj jeta me diçka të re, me një dashuri të re dhe me pjesën e bollokut. Me kë rezonon kjo energji? Me peshqit, me binjakët, me gaforen, luani, brisjapi, akrepi, peshoren dhe vigjëreshën. Kurse me gërmat mund të rezonoj me R, Zh, M, V, N, Z, B, I, O, Sh, P, G, N, F, E, T, K, D, D dhe gërmën A. Faleminderit shumë, miqtë e mi.